Patate të pjekura në furrë, të shoqëruara me karrota. Në një përgatitje unike, besoj se kam ju pëlqyer receta ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Kam marrë 1 kilogram e gjysmë me patate bebet nga të voglat dhe i kam prerë kështu vetëm nga pak secilën. Ja shtoj 500 gram me karrota të cilat i kam largu lëvorën dhe i kam prerë kështu në pjesë të gjata. I hedhi nëpër patate, kështu mundohem që t'i përzi. Përgatitja është shumë e thjeshtë, e lehtë, nuk ju marrin shumë kohë, do i keni gati vetëm për 40 minuta. Tash në enë kam hedhë dikon rreth 90 ml me vaj, ja shtoj një lugë gjelle me veget, domethënë jam duke përgatitur marinatën, një lugë e gjysmë të mesme me biber të kuq dhe një lugë të mesme me origano. Tash masën vetëm se e përzi mirë. Dhe filloj të bëj lyrjen. Mundohem çdo pjesë të patatave dhe të karrotat të bëj me marinat, kështu në anë të një brushe do e keni shumë lehtë që të veproni. Tash i mbuloj kështu me foli aluminit e cilën e mbuloj. Mundohem gjithë tepsinë ta mbuloj mirë. Pasi ja kam vendosur sipër folien, atëherë kam nxjerr furrën në 250 gradë. Të patatet janë gati për pjekje. I pjeki në temperaturë 250 gradë për 30 minuta. Tepsinën e kam largu nga furra, tash ja largoj folinë aluminit. Dhe përsëri tepsinën do e kthej në furrë për 10 minuta tjera që të rrëshqohen patatet dhe karrotat. Kam largu nga furra, i lo që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Patatet janë ftohur, janë gati për konsumim. I largoj dishsa dhe t'i shihni se si kanë dalë. Shoqërohen me lloj gjellra, pilav, gullash, me mishra, me sosa, varet se si doni që t'i shfrytëzoni. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë patate me karrota në furrë ju bëfshin mirë. Gjithë ju që ndani kohë për videot e mia, jepni komente bukura. Ju falinderit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.